Mëngjesin e sotëm me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës janë arrestuar dy të dyshuar me inicialet A.G dhe R.Z, të cilët janë arrestuar për keqpërdorim të prokurimit publik. Hetuesit policor kanë kryer bastisje në ambientet e ndërmarrjes publike ekoregjioni në Prizren, si dhe të një subjekti privat. Gjatë bastisjes, prokuroria ka bërë të ditur se në mesin e provave janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë automatike AK-47 si dhe para të gatshme. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka njoftuar se këtë të hënë në mëngjes janë arrestuar dy persona, A.G dhe R.Z, në ndyshimet për keqpërdorime në proceset e prokurimit publik. Sipas njoftimit zyrtar, i dyshuari A.G, punonjës në ndërmarrjen publike ekoregjioni në Prizren, po hetohet për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, ndërka që R.Z dyshohet për veprën penale, keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurimin publik. Në kuadër të hetimeve, hetuesit policor kanë realizuar bastisje në disa lokacione në Prizren dhe Ferizaj, përfshirë ambientet e ndërmarrjes publike ekoregjioni, si dhe objektet e një subjekti privat. Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se urdhëri i kontrollit është zbatuar si pjesë e procedurave hetimore që lidhen me dyshime për aktivitet të paligjshëm të tenderimit. Gjatë bastisjeve, autoritetet kanë gjetur dhe sekuestruar prova materiale, përfshirë një pushkë automatike të llojit AK-47 dhe një shumë parash të gatshme. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe Policia e Kosovës kanë ritheksuar përkushtimin e tyre për vazhdimin e luftës kundër korrupsionit dhe keqpërdorimeve në institucionet publike, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës.